Për të luftuar në mënyrë efektive krimin e organizuar, pastrimin e parave, financimin e terrorizmit, evazionin fiskal dhe korrupsionin, ekziston nevoja për të përshpejtuar hetimet financiare. Me zhvillimin e teknologjisë moderne, parat mund të transferohen nga një llogari bankare në tjetrën në pak minuta brenda dhe jashtë vendit. Ndërkohë që një institucioni mund t'i duhet një kohë relativisht më e gjatë për të ndjekur transaksionet bankare dhe për të identifikuar se ku janë transferuar parat. Me qëllim gjurmimin, ngrirjen dhe konfiskimin e të ardhurave të jashtëligjshme gjatë transferimit nëpërmjet llogarive bankare, por edhe në kuadër të parafrimit të legjislacionit tonë me atë të Bashkimit Evropian, është miratuar ligji për regjistrin qendror të llogarive bankare. Ky ligj bazohet mbi parimet dhe përcakton rregullat për mirë administrimin e një regjistri qendror të llogarive bankare dhe të kasetave të depozitave në një bazë të dhënash shtetërore. Ligji parashikon rregullat që sigurojnë aksesin për autoritetet ligjzbatuese në regjistrin qendror të llogarive bankare. Këto autoritete do të kenë akses në informacionin e nevojshëm për të identifikuar se në cilat banka mban llogari bankare personi ose subjekti i cili është objekt kontrolli. Autoritetet nuk do të jenë në gjendje të përdorin përmbajtjen e llogarive bankare, as gjendjen e llogarive, si dhe detajet mbi transaksionet. Ata do të duhet t'i drejtojnë institucionit përkatës dhe të kërkojnë informacion të mëtejshëm. Regjistri qendror i llogarive është një mekanizëm që sjell më shumë siguri për të gjithë individët dhe bizneset. Lehtëson procedurat e mbledhjes së detyrimeve tatimore, taksave apo tarifave në nivel qendror apo vendor. Sjell më shumë të ardhura në arkën e shtetit dhe rrit mirëqenien e të gjithëve.